Tash i shtojmë langun me perime dhe me peshkun. Tash pritet me uzi kjo masa? Po, kjo masa tash duhet me uzi. Para zirjes vendoset sepse salmonit nuk i duhet shumë kohë për me u gatu. Ndoshta 10 minuta, pas 10 minutave që zihen, i vendosim kremën e kuzhinës edhe melmeset, koprën edhe majdanozin. Sa minuta e zi? Këto pa melmesa? Kjo 15 minuta. 15 pa melmesa. Dhe me tha melmesat edhe salmonin në fund të krejt. Salmoni i donë 10 minuta edhe mandej 5 minuta me krem kuzhine edhe me melmesa dhe supa është gati për servim. Po e presim? Tash presim derisa 15 minuta. Po. Jemi pas 15 minuta dashur miq. Të gatuhet edhe kthehen pasoj. Dhe jemi rikthi pas 15 minutave. Derisa supa është zi, unë edhe mësusja shem jemi hutu qa shumë të folë për fëmijë, kemi vendosë edhe salmonin, edhe kremin. Salmonin e kremin tash do ta vendosim. A kremin se kemi vendosë, alo? Po jemi hutu sepse timat e